Ukraina, më përpara Çamëria, domethënë kemi patur pastrimen masive. Po këta njerëz preferojnë vdekjen, sepse në fakt ka aty një domethënë është një hadith i pejgamberit alayhis salam kohë më përpara, pejgamberi alayhis salam thonë që Gaza është vendi i qëndresës. E përmend me emër Askalan. Askalan është zona gjithë, domethënë Gaza dhe Askalan, që sot është qytet Askalan, është në Izrael. Gjithë kjo pjesë quhet Askalan dhe thotë Askalani do të jetë vendi i qëndresës. Edhe për këtë arsye ata njerëz nuk e di, ata kanë një lloj ndihme direkte prej Zotit, një frymëzim direkt prej Zotit që ata mund të qëndrojnë aq forca po qëndrojnë. Kjo nuk se shpjegoj dot, nga ana ime nuk e shpjegoj dot, se si një njeri thot, unë do të qëndroj kur ambasada shqiptare, domethënë shumë ja vlerësoj lart domethënë këtë pjesë, kur ambasada shqiptare ka bërë një insistim, mund të themi permanent vazhdueshëm për ta marrë këtë familje, meqense kanë dhe pasaportë shqiptare, në mos gaboj pra, e kanë lehtësinë për të ardhur në vendin tonë, kanë zgjedhur të qëndrojnë atje edhe në këtë situatë lufte ku janë. Më kujtohet momenti kur tha që unë nuk e braktis nënën time. Ai është numër 1 për ata të gjitha shqiptarë që kanë braktisur prindërit e vet, nënën e babain e vet, domethënë, ky është mesazhi numër 1, domethënë. Që ai thotë unë nuk e braktis nënën time, do të qëndroj këtu me nënën time. Mirë, por gruan time dhe fëmijët e mi merrni, domethënë evakuoni. Tani del pjesa tjetër, gruaja dhe fëmijët, gruaja thotë unë nuk braktis ty. Sa gra sot në Shqipëri, për i fjalë goja shkojnë e praktisin mos bëjmë këto paralelizma, se jemi në atë rrëfimin e... Më falja mësimet tona që duhet i nxjerrin valla, nga Gaza ne po na mëson shumë gjona, po na mëson njerëzillikun. Domethënë, ai tjetri shkon i thot, ajo motër shqiptare që është atje gruaja e tij, shkon edhe i thot, unë nuk të braktis ty. Kur dihet shumë mirë që çmimi është vdekja, mos Zoti i ruaj. Pastaj del fëmia, pra që edhe fëmia tash i thonë, përderisa ju nuk do ikni, as unë do ikë, do rri këtu me ju. Që t'ja sqarojmë edhe publikut, këtë lloj diskutimi dhe këtë lloj informacionesh apo këtë lloj ndjesish më saktë kemi marrë mbrëmjen e kaluar kur kemi diskutuar me një qytetar palestines në fjalë, me raport shumë të mirë me Shqipërinë për shkak të bashkëshortes së tij shqiptare, por që në fakt ka zgjedhur të qëndrojë në Izrael për dashurinë që ka për vendin e tij. Që ishte një rrëfim personal, por zgjodhëm ne ta sjellim në ekran për fakt